Mirëmëngjesi, marrim një tjetër opinion edhe mendim. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi, më thuaj. Mirëmëngjes Andi, shiqyr që të kapa. Mirëmëngjes. Kënaqësi, po. Për temën no koment, se kam telenovelën time. Okej. Do flas për ngjarjen që kam 16 vite, jo pak, po 16 vite telenovel. Që është? Në përgjyqje, stres, pank, dhimbje dhe në fund fare, hidhërim. Jam shumë e lodhur, shumë e stresuar, jam drejt një vetë flimi. Jo, zëmë, pse? E bëj publike. Jo, kjo është shumë e rëndë, të lutem. Unë kuptoj rëndësinë e çështjes edhe gjithçka që ju thatë, po ju lutem, jo. Më falë, jo me këtë mesazh dhe jo me këtë mendim. E pensionit të burrit, në përgjyqje. Gjyqje. Në vitin 2019, në 22 nëntor, kemi aplikuar, ka vajtim shoq ka aplikuar, edhe pse vinim rreth për gjykata. Bushte moshën 65 vjeç në 12 shkurt të 2020-ës, vajti në 22 nëntor të 2019-ës, aplikoj për pension pleqërie. Vazhdonin gjyqet. Vajti aplikovi prap në 22 nëntor të 2021-shit, që t'ishim brenda rregullave, me ka që mos ta digjeshim vitet e pensionit, pavarësisht se ne vinim rreth për pensionin e minjerës, po mos na digjesh pensioni pleqërisë. Aplikuam prap në 2023-shin. Po? Dhe dham për një ankesë e biqeverisja çashme. Po? Ta kthej një përgjigje për 10 ditë. Përgjigjja ishte pozitive nga Ministria e Financës. Ju, zotëri, e bëhet fjalë për pensionin e burrit. Ju, zotëri, do i merrni të gjitha. Dhe bonusit që janë dhënë shpërblimet e viteve, me fjalë që në gjatë pensionit pleqërisë. Këtë rastin burrin ke sigurimet shoqërore, e marrin telefon. Vete. Del një zotëri, unë jam shefi. Na falta, një gabim i vogël ta, që kemi bërë ta. Ti zotërita, do t'i marrësh lekët, një ta, ose mos dito burta. Do marrësh një shuk me lekë, po hoj që i tha i në qoq. Unë ato po presta, po kur do t'i marrëta, kur vdesa, se jam 68 vjetë sot. Tha, dosja jote është në tavolinë, tha, do merret personi, tha, dhe çdo gjë që ti Albania. Pas një jave, na kthej një përgjigje te i Albania, e famshme. Jo, zotëri, nuk përfitoni pension pleqërie, keni 7 vite pune. Po lojtëm nga truri, për zotin. E 10 vite shishin Andi. 4 vjet kooperativ, 2 vjet ushtar dhe 1 vit asistencë. Andi, më thuaj, a mund të marri njëri asistencë pa punuar? A mund t'jepet 1 vit asistencë? Jo, nëse nuk e punuar, jo, nuk t'jepet. Nese. Vajtëm të ankoheshim prapë të sigurimet shoqërore. Andi, edhe pse vazhdonim në përgjykata, gjyqtar, ajo avokatja bënte të vetën. Nuk kam pse t'ja hedh poshtë. Shkonim sigurisht, kush të linde Andi, kush të linde të futesh e brenda, të jepnin një 3 numra telefoni, që ato numrat nuk i ngrinte njeri. Nuk e di, kjo administratë publike, mos më njose këtij populli, që i kemi votuar, se kemi votuar partinë dhe partia i ka futur në punë ato. Kjo është një gjë e vërtet. Është merr i vërtet. Mos i rënd njeriu të për të mbyllur gjithë këtë histori, të kuptoj shumë qartë. Për të mbyllur, fituam gjyqin e pleqërisë në 28 shkurt të këtij viti. U mbyll gjyq. Kjo zotërita do ta kërkuam dhe dëshmitar, çuam dhe dëshmitarët. E kam bërë. Përfundoi gjyqin. Bas 2 muajve me zi që kemi bërë zbardhje në gjyqit, me ndërhyrje se janë dosjet kavalet. Po. 120.000 ishte një shifër që po e lexonim në... është merr i vërtet. Njerëzit kanë vdekur dhe nuk i kanë arritur ato gjëra. Dhe vete dosja në sigurimet shoqërore. Andi, e di çfarë kishin dërguar? Në një flet, te i Albania bëhet fjalë, në një flet 104.500 lekë, në një faqe
118.000 lek dhe dje mbas një jave të kësaj të këtyre dy faqeve që të thash, kishin hedhur 925.000 lek të vjetra, që unë o zotri, im shoq, do marri e ka mbushur moshën në 12 shkurt të 2020-ës dhe kam aplikuar edhe të shkonja në përgjukë. Më thënë që duhet, e kuptoj, duhet merrte gati pensionin e 5 viteve. 5 vjet, po. 5 vjet e 3 muaj. Ka një bebi që nuk përfitovi dot pensionin e minierës. Le të ma mbaj mos shteti. Jam dakord. Tim shoq, as ka vjedhur, as ka mashtruar, as ka shkatëruar. Ju kuptoj. Ekonominë e këtij vendi. Më vjen keq për administratën e sigurimeve shoqërore. Është një administrat pacavure. Dhe dela i drejtori i sigurimeve shoqërore, Astrid Hado. Për të mbyllur zonë, të kuptova shumë qartë. Televizioni e kam dëgjuar. Njeri shumë i mirë. Ku e ka administratën? Ju kuptoj. Unë nuk e di. Të falenderoj. Nuk kam se ku të përpërë. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Po tani nëse ka edhe vendime gjykate, ajo është gjë më mirë që mund të ketë një qytetar në një konflikt për diçka. Edhe e dërgon çështjen në gjykatë e tjerë, ka edhe vendime dhe duhet zbatohet. Tani zonja nuk ka faj që është kaq e irrituar, nuk di nëse mund të themi edhe me një lloj mlefi etj, sepse tregoi gjithë peripecinë e saj.